Klevio Lahmeti, ose i njohur ndryshe si Klevio, tashmë gjithë e njihin që është kthyer një ndër personazhet më të famshëm të Instagramit dhe TikTokut dhe gjithandej flitet për të dhe shumë reper të tjerë. Shkoja për me rraf, se më thënë të... Rafe? Po më thaj, mondi një stolle, shkoja ka më dhe më ka shetë. Viti 2022 quhet si viti i tij për sa i përket famës, muzikës dhe sherreve që bën bujë në rrjetet sociale. Klevio Serbiano është ekstraduar ditën e sotme nga Dubai për në Shqipëri në kuadër të operacionit The Wanted, i shpallur në kërkim nga autoritetet e Tiranës dhe Fierit. 39 vjeçari është shpallur në kërkim ndërkombëtar që për vitin 2024 nga gjykata e apelit, që kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale për ndjekja, pasi akuzohet se prej disa vitesh kishte përndjekur këngëtarin Noizi. Gjithashtu 39 vjeçari është dënuar nga gjykata e Fierit në vitin 2024 me 9 muaj burgim për veprën penale, largim nga vendi i qëndrimit. Po kush është Klevio? Klevio ka lindur në Lushnjë në vitin 1986 me emrin e vërtet Klevio Lahmeti. Ka jetuar 11 vite në Bronx të New Yorkut. Aty Klevio bashkua me grupin TBA, Unikatil, Klepto, Kobra dhe shumë rrymë të tjera muzikore. Në vendin tonë njihet si shoku i ngushtë i stresit, por edhe me këta të dy ka pasur përplasje të ashpra her pas here me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Në vitin 2014 ai u arrestua nga policia e shtetit pas rrëzimit të avionit në plazhin e Divjagës me pilotin italian. Ai ka kryer dënimin e tij prej 6 vitesh me burgim, doli nga burgu në vitin 2020. Arrestohet sërish në 19 mars të vitit 2021 dhe lirohet nga burgu në 19 prill 2022. Hajbe, më dhe në trigën më dhanë falës. Ka dhanë atje falës në Dubai. Me çfarë edhe tutët. Me aeroplan. Sa mban rruga nga Tirana? Dubai manja, se kom logoritu, bëja 8 orë. 8 orë? Sa dhuti? Ti, më sa ke bo? S'kam qenë në Dubai. Po takova Klevion atje. Klevion? Ato si shoha në TikTok. Si shoha në Tirana, po se në kapi atje. Se ka qitë ligje, po. Qa bën atje, me qa meresh? E me TikTokun. Përveç TikTokut, në jetë e përdiqme, punonte, nuk e pyta. Kishte punë, s'kishte punë. Më shkoja për me rraf, se më thënë të... Rafe? Po më thaj, mondi një stolle, shkoja ka më dhe më ka shetë. Unë nisë ka stile nga Tirana për me kap Klevion. Për të rraf Klevion. Tu unë kom TikTok ndim, u e më ujku plazhit. Ujku plazhit? Se është edhe një ujk tjetër, ujku i Durrësit, qa është? Unë bra jem, Sheiku Durrës. Sheiku Durrës, për pasen. E ke ka tru. Kom ka truj, se di. Kujdese s'po në kap kamera më duke. Jo, mas aty është kamera. Qa dërë tjetër? Jo, jam interesuar për Klevion, si shkoj biseda me Klevion. Takove si përfundim? Takove, për taku, po desha me maj peng, po se në majtëm. Pse, ti ku Kishte bodyguard. Kishte bodyguard? Rrushi, da i merë 1.000 euro në ditë për TikToku. Për TikTok? Boj ponë shumë. Ti sa merë për TikTok? Më s'mor akoma. Se më kalu mën. Jem fazat e para. Milioni. Po, jem fazat e para. Jam 200.000. Ti thua që ku kalon milionin, që është... Mën. 1 milion. 1 më. 1 më. Klikime, subscribe, ndjeksa. Ndjeksa. Tëra. Klevio pak në ishte mirë me shnet për gjitha dhe që në ndjeksa. Po, bote edhe plazh. Plazh. Bënë në balkon apo shkon? Je, bote në det. Me qaj e se shëqëroni rojet? Po, normal. Po s'po na flet fare dhe të shkova në Dubai për taku Klevion edhe... Po je, bona dhe plazhun. Po ishe vap. Vap shumë atje, Kishe i kapele me kondisesin. Kapele me kondicioner? Me klim, si thonë Kosovarët. Me klim. Ishe me Kosovar apo vetëm? Je, vetëm. Kosovarët nuk vina një dhe duen lek. Dhe më thonë, paketën vetëm unë e dira me e pi Malbor Zez. Po, po. Mos ta në cire ty. A e kështë vëllo 4 dhe s'kite lek me morë. E dirama? Apo Klevio? Dhe, jo. Po, nuk duhet me shajt, se ka mund ligjej. Me shajt e dirama në Shkomburg.